Po si, mirëmëngjes. E premte, më në fund e premte. Jemi bërë gati për darkën. Kemi në gjithë jetët të premteve. Jemi bërë gati për të dalë për të shkuar fare në shtëpi, sepse mi veshur kështu me festane, me gjëra të bukura. Edhe ti me vibe kështu. Po. Me kafshë, me gjëra. Ose vibe klabi kështu. Vibe klabi. Po, të shkujtë bëndë një live. Po, si kaluat, kemi qenë me këto që na gjënde. Mirë. Goxha mirë, një javë ngarkuar, por shumë mirë. Ka qenë një javë ngarkuar, e bukur, me shumë personazhe, me shumë dashuri nga publiku, nga gjithë ata që na ndjekin, na duan dhe i duam. Dhe faleminderit shumë që keni qenë pranë nesh. Në këto 3 javë. Në këto 3 javë. Edhe do kemi një sezon të gjatë me gjitha. Po, uroj që gjithçka shkoj mirë. Po ngrije pak zërin. Uroj që gjithçka shkoj mirë me mbështetjen e Zotit, rrallë parë, mbështetjen e publikut. Ne dhe jemi këtu, të punojmë fort për ju. Për veten tonë. Në sigurisht, për veten tonë. Se në fund të ditës punë që kjo e shkret. Dhe ke fundit të gjithë punojnë për pasion, mbi të gjitha, kupton? Po si që ka thënë edhe X Filan Pisteku, ka thënë që në qoftë se bën atë që bën është pjesë e pasionit tënd, nuk quhet punë. Nuk quhet punë. Sigurisht. Prandaj dhe unë e quajta e bëjmë për pasion dhe jo për lek. Tek e fundit, apo jo? Se dhe për lek, me thënë drejtën, I dola në temë që në minutat e para. Jemi aq modest. Si ka qenë dita dje për ju? Ngarkuar nga mëngjesi në darkë. Për krisën po, unë kam pas të qetë. Tash intervistat në terrenin kemi bërë. Po, Punë, do më thënë. Prapë, gjëra që kanë lidhje me mëngjesi, sigurisht, sepse e kemi marrë shumë seriozisht të gjitha, do ta çojmë deri në fund. Ashtu bravo, dhe do të shohim. Ka shtëpi e lodhur. Ka ardhur me shkreta në orën 9. Sa bëret masazhin që më the? E mirë, po mirë, gjithsesi. Si e premte që është të shkarkojmë ato mbledhjet e javës? Si e premte që është të shkarkojmë ato mbledhjet e javës? Në horoskopin fund ditës jemi. Ma tha vetë, do ta bëj, u tha. Po mirë, ma nuk bëra atë, po... Dje ju doli horoskopi që do kishit shumë debate të turbuta, gjëra të turbuta. Patët? Debate? Se s'patë me thënë drejtë, se nga që unë damë se cili punët e vetë, vetëm darku takuam. Ne, gjë tipi pëse s'marujta dhe vinin parkimit, ne, gjë këshu. Po. Ishin 2 vende, u zonë të 2-ja. Hajde dhe se ka këtu po shlajë 2 vende parkimi. Erdha. Kur erdhe kjo masër e kore, jo, nuk prita si qa me qenë. Si i thash prit? Nuk pritje? Nuk prita, po. Qa janë këta? Shef, unë do kisha prit për vete. Një gjë thua nuk e bëjnë, po. Ne do këshim prit. Fajnë e ka mund që i thash, hajtë se ka 2 parkingje. Po. Më mirë. Pas kemi historik të gjithë me këtë pjesën e parkimit. Po që njerë, ti di që ke flet vonë mbrëm. Unë kam flet vonë, kam dalë pak për jetë natë, po kam bërë dhe jetë ditë dje, sepse kam parazituar gjatë gjithë kohës. A ke fjetur dje që në orën 10 isha akoma zgjuar? Jo, nuk kam fjetur, po kam ngrënë mirë. Okej. Mund të quhet. Qa ke ngrënë mirë? Pizza, kështu gjëra. Do me thënë gjëra të qefit, po flasë. Pra ke kne shpirtit. Edhe se doja më gjumin, se edhe kur po më vinte për të fjetur, më kujtoja fantazia e pizzas gjatë ditës edhe... Po nga që e diskutuam dhe gjatë emisionet djeshëm. Po pranë, se ishte interesante që kur folëm... Ishte fakti ditës. Okej, thash se dojtë kaloj me njerë të fakti ditës tani. Jo, ishte fakti ditës dje. A shprit mërë djallë se kemi rubrikat të tjera për para. Po, kemi dhe të ftuar. Dhe të ftuar, dhe shojmë Di që sot kemi 3 të ftuar. Ashtu, e? Jo, më fakt. 3, e? Kemi 3 këngëtarë. Unë kam unë numërimin. Di që sot 3 kemi... këngëtarë? Ku më? A numërojë? Këngëtarë? Jo më, dalin gabim logarit. Sa dalin? 2 janë këngëtarë. Pse po unë s'du në këngëtarë të? Më falë, më ratë pik. Akoma ndjesh si i ftuar? Po, pa tjetë. Unë thash sa këngëtarë do t'jenë në studio sot.
Mirë. Okej, e nisim. Hajde i hedhim një sy tani se çfarë do të kemi në vijim. E para që do t'jetë Johanna Kume dhe është terapiste e akupunkturës. Na falni nëse do e gabojmë sot gjatë rrugës, po është e vështirë për t'u thënë. Po. Është një terapi tradicionale kineze dhe kuron dhimbjet me anë të gjilpërave dhe jo vetëm dhimbjet kronike, që do të thotë edhe dhimbjet e qafës, muskujve dhe kokës, por edhe çliron stresin në bazë të pikave të energjisë që ngulen ato gjilpërat në trup. Kam përshtypjen që duhet realisht të marrësh një kualifikim shumë të mirë për këtë lloj. Patjetër, duhet të jesh njohëse shumë e mirë. Sepse mund të shkaktojë edhe një lloj paralize. Pak unë këto i kam të merr, gjilpërat i kam të merr dhe kur ja shikoj të tjerë. Seriozisht, apo kush do i provoj sot? Ti. Shiko, unë do thoja edhe këtë. Sa janë këta? Realisht mua më bjen të fikët nga gjilpëra. Unë do ku marr gjak. Se duke me ne kështu pastaj sigurisht. I vetmi të shumë këtu ke frikë nga gjilpëra? Jo, po ti the vetëm brëm që unë mund ta provoj the. Po, unë dal. Ai the. Unë dal garant, more, do e provoj dhe do e bëj. Do të diskutojmë për akupunkturën, ku fakt një pjesë e madhe e njerëzve e shohin si një efekt, më së shumti si një efekt i placebos, më tepër se sa një zgjidhje e vërtetë e dhimbjeve, por megjithatë do diskutojmë me doktoresh. Po, unë do japë opinionin tim kur ta provoj, sepse kam marrë ca gjilpëra doktoresha me vete për të provuar. Nice. Më pas, nëse u lërasim live, a mund të iki unë gjatë atij momenti se unë nuk e duroj dot. Ti bëja kështu gjatë gjithkohës. Shumë në fytyrë, çaj quhet. Kam bërë atë mezoterapi, po edhe atë me që më ka pushuar zemra. Si ishte thjesht 3 gjilpëra, ishim 3 pickime. Po, bukuria ka sakrifica, aq më tepër kur ti me anë të këtyre gjilpërave zgjidh dhimbjen. Vjen në pjesë ndryshme të trupit, përfshirë dhe fytyrën. Po kam përshtypjen që nuk dhëmbin aq shumë. Nuk e di. Do ta provoj dhe do ju them. Si që tani më filloi kjo. Po është interesante. Gjendja kështu. Më pas do t'jemi Jemi nga Kanadaja, Ndiona Liko, i cili është këngëtar dhe do na tregoj, do flasim në sakt për projektin e tij Princesha, të cilin e ka realizuar me artistën e njohur Brunon e Revolt Klanit. Ta kemi në lidhje Skype Ndionin, siç e thamë, është nga Kanadaja dhe se jo ta pyesim pak si erdhi ky bashkëpunim, si është pritur, dëshira e tij për muzikën, si u gjend në këtë fushë, sepse është realisht 13 vjeç dhe fakti që ka realizuar që tani një videoklip me një artist shumë të mirë fillë si Bruno është goxha hapi madh për të. Realisht po, dhe kënga është bërë shumë virale në rrjetet sociale. 13 vjeç edhe ka filluar ta pushtojë tregun që tani. Vërtet është gjëra janë. Edhe misia gjithashtu që ka bërë. Po, ose shumë i talentuar ose ka shumë lek. Një ato të dy ato. Ja s'diku. Filloi. Jo, unë bëja pyetjen live pastaj. Një 13 vjeçari ta vërn siklet. Unë besoj që është shumë i talentuar, pasi dhe Bruno nuk besoj se do zgjidhte. Po, patjetër. Kot më kot. E vërtet. Më pas. Pastaj do të jemi me make-upin, do të jemi me make-up artisten Violeta Gjaçka, e cila është një mikeshe imja. Unë e kam provuar dorën e Violetës, është realisht një make-up artiste shumë e mirë. Dhe do të flasim pak për trendet e make-upit të 2025-s, nga grimet e lehta deri te ato grimet e çuditshme që kemi parë së fundmi në rrjetet sociale, por edhe modelet e flokëve, sepse Violeta është shumë aftë edhe tek modelet e flokëve. Disa nga kryesisht këto fotoja që mund ta shikojmë në fillim është një nga punimet e Violetës, edhe janë këto punimet e veçanta, le të themi, këto pikturat që bëhen në sy, për mendimin tim është realisht art më vete dhe është e vështirë të pikturosh në sy. Se prapë syri lëviz, kështu që do flasim me shumë gjëra. Edhe piktore përveç se nuset i kam parë këtë vit shumë të thjeshta, nuk e di ka ardhur ky trendi tashmë që nuset të vinë sa më të thjeshta në ditën e tyre më të rëndësishme të jetës. Më në fund. Kam pak më atë Italian style, nuk kemi më shumë Ballkana, se më ato kulorat e mëdha me make-upin e rënd, flokët. Edhe flokët po i mbajnë lëshuar një orë. Opës më po të shtua. Kemi integrimin e afërt, po. Për tirin jemi në drejtimin e tur si njëri që nuk e do make-upin, yes. Sidomos te individët si puna jote që nuk kanë nevojë për make-up. O tjeri po në këte, apo që deshe? Po patjetër më, patjetër. Jo, Romina, se kam parë njërë për make-up, më të drejtë. Ke parë, më duket po? E kam parë? Po duket se ke parë. Qajnë këta quna? Jo, jam sigur që po, edhe ti. Po, duke qenë se kricën e shok për ditë pa... Po respektoj, more vajzë. Po, patjetër më atë thash. Një pjesë madhe e çunave, pothuajse 90% e çunave nuk e di pse nuk i duan vajzat me make-up. Mbasi ju bezdis fakti që jemi të lyera dhe nuk na pusni dot. Po, edhe kjo. Ose u lëm shënja në për bluza dhe kush e di kush ja u shet. Edhe kjo. Si do qoftë pati në ngjerë. Është një tregues i mirë i
Më pas Më pas, një tjetër këngëtare. Po, Amelia Martini, këngëtare. Amelia është vetëm 9 vjeç, dhe është pasionuar pas muzikës. E vetëm 9 vjeç Amelia, edhe ka një super zë. 9 vjeç me këngë. Po, ka realizuar klipin e saj të këngën e saj të parë Jam Gati. Unë maj me 9 vjeç, qa bëja 9 vjeç? Macës me luk. 9 vjeç nuk isha lidhe fare asë muzikën, asë me... Po, Amelia është shumë aktive në rrjetet sociale, merret, më thënë, përgjithsisht poston ato videot e saj, bën disa vlogging, kështu që ka për të bërë një influencer e goxha e suksesshme kur të rritet. Është me plane të qarta, jo vetëm për muzikën, por edhe për televizionin. Ka një karrierë Kështu që bisedojnë në të. Edhe këndojmë. Kemi ditë të bukur sot, Mirë, si e premte që është, kemi plot gjëra të bukura të lezetshme për ta nisur të fundjavën bërë. Patjetër edhe recetën, po, ua, Sa rëmë recetës është shumë rëndësishme, trulime, perime dhe mishvi që ka bërë Lira sot. Edhe Lira, shiko, më të rish ka vëmendje edhe për parsja. Një verjore që është shqiponja identifikuese, shumë e bukur. Trulime, perime dhe mishvi që shumë Unë jam lehtë si gjë. Shumë i dashuruar të kohët e fundit me ushqimet, le të themi deri diku tradicionale. Po. Pas 30-ave e kupton këtë. Po, Krisa s'm kupton për këtë pjesë. Akoma. Po. Mirë. Jo se nuk kemi ndezur, me të drejtën, po prap kemi nevojë për ca video virale, për ca video që të na ndezin akoma dhe më shumë. Ndezin gjithë motorët. Kështu që videot virale. Ajo duhet ta kishe kërkuar, nuk e di. Unë mua më ka ndodhur një herë kjo gjëra që jam e plasur, ama e kam hapë të mirë pastaj, ose e kam prekur. Po pse i lani më këto xhamat kaq mirë? Po, tamam. Po lini më të shohim se ngelëm duke u plasur. Të më kishte ndodhur 3 herë, për shembull, se kishte dalë një javë nga shtëpia, me të drejtë. 3 herë. Se nuk ka rëndësi dhimbja, ka rëndësi turprimi në publik. Patjetër, atë kemi të parën ne. Atë që jemi ne shqiptarët. Mirë. Çfarë ndodh me këto? Shohim tani për horoskopin se çfarë do kemi, se kemi shumë nevojshme sot. Është premte dhe duam të dimë se çfarë thuhet për fundjavën, sidomos. Pra çfarë do bëjmë? Si do e presim të fundjavën? Hajde. Sigla. Dhe yoga dhe. Po. Je mirë me sot në qëra fjalla? Super, të kanë letësu dhimbjet apo të janë shtuar? Shumë mirë. Djetë shumë mirë. Dashi? Okej, vazhdojmë me Dash, nisi me Dash. Asë një planet nuk do të ndikoj drejt për drejt sot në jetën tuaj në qift. Ndaj, gjithçka varet nga ju. Bashkëpunoni me partnerin dhe her pas here hap një rrugë. Beqarët nuk duhet pranojnë çdo ftesë verbërisht, sepse mund të shgënjehen. Financat do i menaxhoni me kujdes dhe nuk do keni vështirësi. E rëndësishme është që planetet nuk do pas ka ndikim në jetën e qift. Kanë që më herën tjetër horoskopi që ka thënë. Disa puna e tash e keni ne të ndërrojmë më të tjerë, jo. Një horoskop i sinqert. Gjithçka varet nga ju. Faleminderit. Kjo është. Wow. Po, pas e të hënën, do vi Elena do thotë planetet, Marsi, Venusi. Po, të hënë vile. Kalojmë tek Demi. Do të kemi një ditë e bukur për ju, pastaj Demi. Dielli do e ngroh jetën tuaj në qift. Do të jeni të dy me humor të mirë dhe gati për emocionet e reja. Madje edhe për ndonjë çmenduri të vogël. Çishi Demi të rrezikshëm. Beqarët rrezikojnë të lidhen me dikë që nuk ju përshtatet. Financat mbeten të dobta, kështu që duhet të shmangni shpenzimet për të mos mbetur pa para. Okej. Demi si e premte. Lezetshme kjo jeta sentimentale për sa burr. Po, si e premte që është aventura. Shmendurira. Një këshill e pyer për beqarët, kështu që mos krijoni lidhje, domethënë. Mos ju lidhni nëse shikoni që s'përshtateni me dikë, thjesht nuk keni pse lidheni si ju merr njëri me zor. Më mirë vetëm se sa keq Ashtë. I shoqëruar. Shumë e drejtë. Ecim Biancët. Në qift do të gjeni mirëkuptim dhe harmoni. Do të hapni rrugë për të mirën e përbashkët. Beqarët nuk do të kenë mendjen te dashuria, por te çështje të tjera. Financat do të përmirësohen më shumë nga sa e prisnit. Mirë. S'do kenë mendjen te dashuria, por te çështje të tjera. Ku? Po pse më beqarët se është fundjavë, dilni ku pra? Po ja, e thot. Jo te dashuria. Financat do të përmirësohen më shumë nga se e prisnit. Po financat i paskan nga planetet. Ata ku do ta kenë fokusin? Po, nuk e di. Se kam ide. Për te dashurisë. Ka dhe gjëra të tjera. Por lajmi nuk mirë shkojnë për deri te binjakët. dashuria. Lajmi mirë për binjakët sepse do të jenë mirë me financat, kështu që
gëzoni me kaq. Lek paçin dhe mos prishni shumë në fundjavë, se të hënën pasaj do qajni për horoskopin tonë. Ecim nga forja. Ka forja. Hajde lajme të mira. Në qift mund të lindin problemet të vogla, të vogla, thot. Por me maturi do arrini të zgjidhni shpejt. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë në kinema ose në një festë. Financat do të jenë të qëndrueshme dhe do të kryeni shpenzimet e dëshiruara. Domethënë beqarët të fokusohen te festat, te kinemat, te këto gjëra. Nëse keni ftesa sot gafore beqare për të shkuar në kinema apo në party, ecë dhe vishni veshjen tuaj më të bukur. Nice. Ndërsa për çiftet thot problemet të vogla. Problemet të vogla midis një çifti janë krejt normale. Prape përmende, unë sa e harrova. Jo, po janë krejt normale. Dgjoj, nëse tregoni të matur, do t'i zgjidhni. Kush? Ti. Ku kam atë? Ja, moj motor. Se ne i zgjidhim gjithmonë. I zgjidhni. Jo, ne japim vulën, po zgjidhen duhet ta gjejnë këta. Ecim. Sot. Varet. Që ka i gjithë. Luajnërit. Kushe? Unë e kam. Po shqyr, merret i radhën. Po unë, jo më po e lexova, sa lexova e ka krica. Okej, si do duash. Problemet e çift do të marrin fund dhe do të shihni të ardhmen me pozitivitet. Partneri do mundohet t'ju surprizojë në çdo moment, ndërsa beqarët do të kenë një takim breslënës që në mëngjes. Okej. Financat do përmirësohen dhe do arrini edhe të kurseni. Shoqëruat muhabetit të financat për Luanën. Po, beqarët zjoni herët mëngjes. Takim breslënës. Ai takimi te kafja lagjes, do jetë në fiksimi pallatit. Ose do dalë dikush do i pyes, ku stacioni urbanit gjaxhit lutem. Po, mundë. Takimi breslënës unë them mund të rastisin me atë crashin, me atë fiksimin që ka në pallat, aty te kafja poshtë. Ai mund të do pini kafe sot? Për disa. Do hasu në ashansor. Do zbresin në të njëjtën orë në ashansor me fiksimin për shkak se që në pikë mëngjesit ku do rastis. Po mund të gjenë edhe në rrugë aty për shembull te lagja duke. Te lagja? Rëndësishme është hiqeni farat nga duart edhe vishoni bukur. Po nuk ka fara njëri në pikë mëngjesit. Jo, thjesht mos dilni me bizhame goca. Më fara apo më duket mua. Kjo quhen mëngjes. Dgjoj, gocat mos të dalin me bizhame, se herë ndodh që shef fiksimin. Zakonisht, Ke parë që copin e gjendjen të më të keqe? Po, dhe atëre gjen burr, thuhet. Kur je në gjendjen tënde më të keqe. E vërtet? Po, varet. Goca të dalë sot gjitha me pijama. Po atëherë sepse në rast se të pëlqen në gjendjen tënde më të keqe, atëherë. Imagjino në gjendjen tënde më të mirë. Ajde, si që kemi sa bukur kjo. Jemi gjëresha? Po. Yes. Më në fund do i zgjidhni tensionet në çift dhe do të ndiheni më të qetë. Partneri mund t'ju përgatisë dhe një surprizë të bukur. Beqarët kanë gjasa të gjejnë shpirtin binjak dhe dëshira për të krijuar familje do afrohet drejt realizimit. Financat do hyjnë në ekuilibër nëse ulni shpenzimet. Jo mo ja. Po harxhu pak. Do keni ekuilibër. Po kursyet do keni shpenzim kështu kursime më vete. Po mirë, pak në do zgjidhin tensionet në çift. Nuk është daq keq gjëresha, do thojë unë. Për beqarë që nga shumë do gjejnë shpirtin binjak. Shpirti binjak, po. E do krijo kanë familje direkt. Patjetër. Bravo Virgjëresha, pa çifat. Po. Ku jemi? Tek? Kam Peshorja, po. Jeta në çift do të qetësohet, do të mendoni më pozitivisht për të ardhmen. Beqarët nuk do arrin ende të gjejnë personin e ëndërruar. Duhet pak më shumë kohë. Financat kërkojnë kujdes, mos shpenzoni pa menduar, ende nuk është momenti i duhur. Po kur është momenti i duhur për të shpenzuar? Po prit futet tetorit pak. Si nuk kam parë njërë në një horoskop që thot sot është momenti i duhur për të shpenzuar? E vërtet është. Po sepse e din që ne po shpenzuam, nuk mbajmë, frenohemi kështu. Po mi më një ditë thot, sot harxhoni sa të doni. Mos e vrisni menin se nesër. Jo, sot harxhoni sa të keni. Jo sa të doni. Po pra, sa të doni, shkuam 0 për një orë. Sa të keni, okej. Shkuam me minus. Mos në qoni në përqendra tregtare se u zhdukëm. Sa të keni, dakor. Sa të nuk thot më fare. Pse horoskopi kujdeset për ju, për të ardhmen tuaj. Ashtu. Kalojmë tek... Për këtë çështje do pyesim Elenën të hënën. Përse nuk shpenzojmë sa duam.
Gjoj që ato. Marrëdhënia në çift do përmirësohet ndjeshëm pas një periudhe të vështirë. S'është e vërtet. Beqarët do kenë mundësi për njohje të reja, por nuk ndihen gati të fillojnë një lidhje serioze. Ndërsa financat do jenë të paqarta dhe të vështira, shmangni shpenzimet e panevojshme. E knaqe tani, që financat e knaqe. Kishe ndonjë shpenzim të planifikuar ti të paqartë? Paqarta, gjithmonë paqarta i kam. Paqartë dhe të panevojshëm. Gjithmonë paqarta i kam shpenzimet, me thënë drejtën. Shpenzohet, stresohet shumë sa ka rëgju. Shpenzimet e panevojshme. A bëni ju një plan mujor për shembull se çfarë do shpenzoni? Zero. Prandaj se ecën ky brez. Po ne se cilës. Po ne dhe po të duam të bëjmë plane. Unë pak në sarë jam përpjekur të bëj disa plane. Do kurse kaq, do ruaj kaq, do bëj kaq. Del, ona e makinë, ona e rast, ona e problem, ona i shëndet. E di si është kjo puna planeve. Zoti i që të thonë që po mos kishe pi cigaret i sot e 15 vjetë, sot do kishe ble një Ferrari. O, kjo është e vërtet? Po ku e ke makinën? Ku e ka makinën? Ku e ke Ferrarin, pra? Ai që s'pi cigare. Unë them ta lëmë të diskutime, eci. Që që eci, po. Pse për vetëm diskutime që gjallin debat? Po, ajo ty është e bukura. Shigjetari, Venusi do ju përkëdhel dhe lidhja në çift do të bëhet më e zjarrt. Do e keni më të qartë ardhmen. Beqarve mund t'ju shpreh dashurin një koleg pune. Shiko. Mendohuni mirë për përgjigjen. Financat janë delikate për shkak të shpenzimeve të mëdha. Ja, Venusi për shembull do i përkëdhel. Pas ka qenë një horoskop ky për beqare. E si sheka sot, gjithë kunja, gjithë gjëra, gjithë sepse beqarët e shërën fundjavën më shumë se çiftet, me të drejtën. Beqarët shërën çdo gjë më shumë se çiftet. Ja, më çiftet dalin. Po sepse në fundjavë beqarët dalin gjithmonë dhe në kërkim. Të një personi. Po mund të dalin dhe të shkruajnë. Mund të rezultojë për mirë. Shiko, kush ishte? Pse s'po më vjen? Shenja Demi më duket ishte? Që? Apo Benjakët? Që nuk do i shkonte mirë, më thënë, njihnin dikë, po mund ishte i papërshtatshëm. A e harruam. Më duket ishte Benjakët. Kujtesa afat shkurtër 2 minutëshe. Kemi folur shumë për ta. Vështirë. Por nuk e di, a kemi një shqiptar këtu në MCN? Se si dihet me kolegë? Se dikë mund të njohë, jo, në një ascendent. Kemi, po kujdes ju beqarët në punë. Po mirë mund tjetë. Nëse ndjejnë ata njësoj, jo, kujdes në kuptimin që jo bëni kujdes mos shkonin punë, mos kujdes, përgatituni, bëni tyra. Po, zbukuroni dhe mendoni për përgjigjen para se t'ja u thot. Shumë e saktë, tani me zi po pres Briciapin. Hajde. A njërë. E shoj. Sot do t'jeni në harmoni me partnerin dhe do të ndani të njëjtin mendim për gjithçka. Po s'është e vërtet nëse sa u zon. Keni ka shans, domethënë. Njëjtin mendim për gjithçka. Nëse krica ndan, njëjtin mendim, po jo për gjithçka patjetër. Disa prej jush mund të mendojnë për bashkëjetesë. S'është aq. Ma ka thënë dhe horoskopi. Beqarët do të kenë mundësi për një takim interesant, unë e intereson kjo, ose unë. Financat do i menaxhoni me kujdes dhe buxheti do të qëndrojë i balancuar. E më mirë, të paktën kemi lek, kjo ka rëndësi. Ashtu, leku të bëni përshtypje nga gjitha ajo. Po. Sepse ajo ka lek, ty të doli që s'ke. Tën. Ashtu më doli, me gjithë prap drekat unë i paguaj. E ke për detyrë. A më s'ka në gjo. E ke për detyrë, ore. Po, pa tjetër, më pa për detyrë nuk ka. Gjithmonë i thep të paguaj unë. Ore, për detyrë nuk kemi atë. Edhe është ai momenti që ti hap çantën dhe ke vetëm një lipstik aty, vetëm për buzët. Ore, është kënaqësia im të paguaj. Nuk është çështë detyre. Wow. Është çështë kënaqësie. Sikur të mësuam ne, ta thuash. Por detyrim nuk është se kemi, kupton? E ke detyrim moral. Unë në gjendjen civile jam beqar akoma. Jo, ti duhet ta ushqesh të dashurën tënde. Shkova dje në bankë dhe po më pyesë pa merr atë. Gjendja civile tham. Pasi këtë nga kriza, dhe është beqar dhe të beqar. Okej. Duhet ta ndryshosh. Të shpejti. Kemi kohë. Kemi kohë, kalim të shenja tjetër. Pas Briciapit kemi ujori. Ujori. Për çifte, dita do të sjellë të papritura, ndaj tregoni të kujdesshëm. Beqarët nuk duhet të kërkojnë gjilpërë në kasht, por të jenë realist. Financat do të jenë të qëndrueshme për ata që janë treguar të matur, por për problematikët që s'kan kursyer. Por problematike për ata që s'kan kursyer, po.
Beqarit mos fluturoni me kështu thot, paka shumë. Mos kërkoni gjilpërë në Në kash, pra mos kërkoni tash gjëra që nga ditë gjilpërë është sot, që nga të ftuari deri te horoskopi. Po pse më kaq dhe lulu janë ta ujorët? Nuk janë, më mund tjetë momenti, dita. Ujorët beqar. Mund tjetë dita, mund tjetë në kodion, mund të kenë... Mund të kenë kërkesa shumë të larta për veten, gjë që i ka sjellë të jenë të janë, po, mund të jenë dhe pak lastuar. Po s'ka lidhje më, beqarët thjesht kërkojnë atë njeriun ideal. Po, është si gjilpëra në kasht në kohët e sotme. Ka njeri ideal, sepse as vetë ata nuk janë ideal. Duhet nisemi gjithmonë nga vetë Ermina. Jo, se kanë kaluar. Perfekt ideal. Kështu që gjithë, përgjithsisht njerëzit kanë përshtypjen, nuk është se kanë ndryshuar të kohët e fundit, vitet e fundit, po mendoj që njerëzit sot janë shumë më të lastuar. Gocat e kështë ti? Jo, njerëzit, ja përshën edhe të shunat janë lastusat. Ndryshe s'ta pranonim. Edhe të shunat pa tjera. Peshit. Shenja e fundit. Do të ndiheni shumë mirë pranë partnerit dhe nuk do doni të shkëputeni prej tij. Në mbrëmje mund të merrni një surprizë të madhe. Beqarët do të nisin histori dashurie sekrete, por emocionuese. Financat do të stabilizohen fal kujdesit dhe kursimit që do të tregoni. Ajde beqarët. Në rast se kanë gjë që mësova nga horoskopi sot, është që dita sotme për gjitha shenjat, beqarët do bëhen fire. Kështu që gjithë shenjat e beqar, shtrohuni, çoni erët, zgjoni në rast se nuk keni zgjuar akoma, zgjoni. Edhe sa mirë që mbani këto histori të dashurisë sekrete. Se thon kur janë sekrete shijojnë më shumë. Varet, okej. Në fillim po. Varet. Mirë, i morëm gjitha këshillat edhe... Fillimisht sekrete kanë nisë? Jo shumë. Ne kemi pas pak sekrete në pjesë. Po tani, jo se kanë ditur të gjithë, po rrethi ngusht. Mi pjesë, po. Okej, kalojmë publicitet të mu dhe rikthehemi sërish me shumë gjëra akoma dhe më të bukura. Ashtu themi dhe ne. Kthehemi sërish. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në program. Zohet zotrinj. Është koha e fakteve. Sa po jeni zgjuar. Dhe keni nevojë për një fakt. Po. Jo, jep fakt e ditës. Sot kam gjithë diska shumë interesante. Me thënë drejtën se besoj që shumë nga ne të gjenë vetën. Okej. Një studim të regon se rreth 60% e njerëzve flasin me vetën kur janë vetëm. Dhe 20% e tyre madje zihen me vetën. Për të zënë me vetën, si jam zënë në njerë, po për të folur... Për të folur tjerë je di shumë mirë, s'u flas me vetën dhe kyshim vjen nga mbrapa. Qa thua? Po i kërës po flas me vetën? Po, gjithë flasin me vetën? Unë edhe flas edhe zihem. Sot për shembull, kam bërë një rëmuj për të ardhur në punë me parkimin dhe isha gjeta vetën rrugës duke thënë, po qa bën më Romina, po si më i kam mundësi harrove prap të unë gjithë lartë, dhe vetëm kur shoh një zotëri para që ishte kështu, fikëm gjithë të parë. Po, erdha, po. Se ndryshe do mendoj se jetë shmendur. Pas alëshuar nga shkreta plumbat. Unë do zakonisht kur këndoj për shembull në makinë, se nuk para flas shumë kur jam në makinë. Po këndoj, edhe mirë për njerëzit jashtë shohin gojen dhe mendoj se jam të fol me vetë. Edhe më boj si ku ngrej radin, dhe më gjot ashi, më gjot. Ullë dhe xhamin që ta kuptoja ishë më fletë. Se ka mundësi jemi shumë. Se përta e që tjirë nga që këndot, dhe sigurisht janë nëse notat larta, tulta, vetë mënyrat se si tjirë, për shumë mund tjetë një moment me gojën hapur, sepse po... Ajo që ka më të diqëm. Po bën një akord shumë të... Shoh njerëzit shumë që në aftot i ri. I këndon dhe... Zakonisht kur zihesh me vetë. Thonë që janë njerëz më të zgjuar. Më të zgjuar, po të kënë përgjigje vetja, po... Më këthen. Më tha sot, Romina, po qetëso, më tha qke, mos bëj kështu. Okej. Maksimumit e vetën sa po do që... Dhe një fakt interesant për ju, se publiku e di e kam thënë, unë një vetëm që flasë me vetën dhe zihem, unë flasë dhe me lullet. Me lullet? Po. Po lulleve që i thua? Lullet ka një. Jo, zemra ime them, po kusht ka lëm pa ujë, të më raf një pikë që të kam lëm pa ujë, ja të hedhëm tani me një herë. E di që... Shuj flasë makinës, i të më raft pika se të kam lëm pa tjarë. Ka njerës që besojnë, duke ka dhe studime për këtë, ka njerës që besojnë se në rast se i flet e zemë ushqimit që po konsumonë, se ujt që po pinë, të kthehet në alkalaj në trup, të kthehet në
Po, ka njerëz që besojnë këtë çështjen e energjisë, po. Edhe unë për shkakun kur flas luleve çelen, buzëqeshin. Ti nuk i ha lulet. Jo, po më japin energji. Japin energji. Japin energji sigurisht. Në fakt po, e di sa ka të bëj se po duhet Unë mendoj që lam mjaftueshëm nam. Jo, e di sa ka të bëj për shkakun kur zgjohesh mëngjes edhe vlerëson çdo gjë pemë, lulet. Çdo gjë. Ti je fiks nga ata. Dhe pastaj vjen dikush që të fut një parakalim me makinë. Edhe fillon e shlan. Pra, shumë tjetër arush. Edhe të hiqet gjithë mundi që që pate aty. Hajde ecim. Unë them pas faktit të ditës kemi scrolling dhe të shikojmë se ç'bëhet në rrjetet sociale. Sigla. Aha, një. Ecim. Okej. Nisim. Rinjë mëngjes. Ka pas lajme shumë. Ka pas gjëra ekskluzive për dallë. Njerëzit që kanë oreks të madh për ëmbëlsira mund të kenë aktivitet më të lartë të trurit tiri. Sa me tjerë në bëj gjithmonë këtë debati që ëmbëlsira s'na bën mirë, sheqeri s'na bën mirë. Njerëzve që i hahet ëmbëlsira. Që kanë oreks të madh, po. Po, kanë aktivitet më të lartë. Sepse studimet kanë treguar se konsumi i sheqerit stimulon sistemin e dimi tashmë, dopaminën, dhe veçanërisht bërthamën e akkumbens, një zonë kyçe e përfshirë në shpërblim dhe përforcim. Pra është diçka që ne kemi. Persona që dëshirojnë shumë të ëmbla shpesh tregojnë privilegje intensive të trurit ndaj stimujve të sheqerit, duke sugjeruar se truri i tyre mund të jetë dhe më i ndjeshëm ndaj shpërblimeve. Unë jo vetëm që jam aq i zgjuar, po madje edhe luftoj trurin kur ka nevojë për sheqer, them jo, stop. Nuk do marrë sheqer. Tani, sigurisht që edhe studiuesit prap e theksojnë që edhe konsumi i tepërt i sheqerit më vonë mund të shkaktojë probleme të tjera, si diabet. Ma gjërat voga, diabet, kancer. Kur ke neps nuk e mendon. Po ata që kanë neps për krip, çfarë thot studimi? Se di. Nuk e ka theksuar. Nuk janë të zgjuar. Kripa nuk është aq e keqe sa që bëjnë. Jo, nuk është e keqe. Është vërtet, po. Kripa me karar. Çdo gjë që abuzohet është e keqe. Po, edhe ujë në rast se pim shumë sa që duhet gjatë ditës, t'ja probleme. E vërtet është kjo. Kështu që Mirë. Rëndësishme është që ne gjetëm veten dhe jemi të zgjuar. Është ajo fjala pra. Kripa me karar. Gjithë shqiptarët janë të zgjuar. Ose si është ajo shpreha tamam? Kripa me karar. Fjala me si është ajo? Dhe kripa me karar. Është shpreha. Edhe unë atë. Kua me ka pak, kua ka pak. Si ka ishte O regjia, ndim, si është ajo shpreha? S'dua të bëj dhe unë Mund na shkroni në një gjë. Fjala me vend, kripa me karar. Jana, e tha? Gjella me krip. Gjella me krip, kripa me karar. Faleminderit aty. Faleminderit regjia, se kam na bobo. Po, gjella me krip, kripa me karar. Shefti. Kemi dhe gjellë sot në fund e emisionit, që kuptoj pëse s'ta shkërbën. Turli, me perime dhe mish. Shkojmë në këtë tjetër scrolling. Sova unë. Një tjetër scrolling. Okej, si pas psikologjisë, sa me zgjuar të jetë një burr, aq më e vështirë ka të gjejë një partnere. Këta tanët që kanë për nup. Nuk po flas. Sepse inteligjenca shihet si një tipar tërheqës tek ta meshkuj, dhe e kanë shumë thënë seriozisht këtë gjë, dhe studiuesit paralajmërojnë se ky tipar mund të krijojë dhe sfida të fshehura në botën e romancës, sepse një mendje analitike që sjell sukses dhe karrierë në jetë shpesh shkakton distancë dhe hezitim në lidhjet emocionale. Po. Duhet komentojmë këtu? Dëgjoj, njerëzit që mund jenë goxha inteligjent, pra njerëz të prirur në shumë aspekte, janë edhe shumë kërkues, pra e duan dhe partneren si vetja, pra që të kenë të njëjtin Unë e kam gjetë një zemër, si vetja e kam gjetë. Krap, unë mendoj që gjithmonë njëri nga partnerët duhet të jetë pak më i zgjuar, sepse gjithmonë u zon. Po mirë, jam unë më i zgjuar tani. Po je se ke dhe vite jetë më shumë se unë. Se bëj shaka, moj. Jo, unë them që tiri është shumë smart. Si pranom ti Po leje më, Romina, ka mundësi mos ndryshte më ndonjë mirë. E pranoj, se në ta gjëra është shumë smart se unë, se ka kaluar gjëra më shumë, se kemi rreth 7 vite diferencë. Jam shumë dakord me këtë, po ne nuk e pranojmë kur. Ne jemi goca, ne nuk pranojmë kur asgjë. Unë e pranoj. Nuk ja u bëjmë shefin kur. Se moj Romina, pse? Po jo, është i mirë. Ne jemi më të zgjuara. Mendoj, ju jeni më të zgjuara patjetër. Ne kemi nga natyra. Femrat patjetër që zhvillohen më shpejt se meshkujt, si me thëmë, piqen më shpejt se sa meshkujt, po aty që ndroni, pas e ke 20 nuk ka funkcioni më. Stop. Ashtu, 20 fillon e ju pas e bëni më të zgjuar. Ju i kaloni ndonjëherë 15? E keni matur? Besoj që po.
Hajde. Na sill studim ta vërtetojmë. Megjithatë unë them që me shkujt kam përshtypjen burrat kanë më shumë vështirësi të gjejnë dhe të mbajnë një partner. Ta mbajnë gjejnë. mendoj që është më vështirë se sa ta gjejnë. Po të përshtatën pra duhet të... Fola keq. E shikon ku kundërshton gocat. Kalojmë tek scrolling tjetër. Eci. Se i kemi mirë punët shumë. Okej, Rihanna është bërë nën për herë të tretë dhe vjen në jetë Rocky Irish, si Rocky Balboa, sepse vura re që në foton tjetër që Rihanna kishte publikuar ishin 2 doreza boksi të vogla roz. Është cute. Dhe e lidha pak A ka emrin e burrit Rocky? Rocky, po. A$AP Rocky. A$AP Rocky dhe ka marrë dhe emrin e të jatit. Rihanna tashmë është bërë soon në as possible, për të Rocky. tretë dhe në e një vajzë pas 2 djemsh. Më në fund ajo e plotësoi dëshirën e saj sepse para disa kohësh mirë. kur Rihanna e kam pyetur në një intervistë që cila është ajo gjë që ti se ke bërë kurrë ose se ke bërë dot kurrë, tha është të bëj një vajzë. Është vajzë në kam. Është vajzë. Po. Duke, More tiri. me roz, kudo? Është me rozë. Miro, tani me roz okej. Rocky Irish. Më pëlqen ky emër. Shumë i bukur edhe... Shumë cute, ju urojmë jetë gjatë. Mendoj që Rihanna duhet vazhdoj të bëj fëmijë se i bën si hyje. Pas atë duhet Dhe i vazhdoj shkon... muzikë. Muzikën duhet ta bëj se e ka lënë po. për gjysë, po kam përshtypjen që sa ka nisur të merret me muzikë, ka bërë nga një fëmijë. Në fakt kur ka marrë pjesë në Super Bowl në një event shumë të njohur jashtë, Rihanna pak a shumë e kishte treguar që ishte xha në angazhime sipër për të sjellë projekte muzikore, po kjo shtatzania erdhi shumë papritur. Nuk e dinte që ishte shtatzën, edhe vetëm kur vjen surprizë në atë eventin e madh. Rihanna nga gjitha shtatzanit merr një super nur. Edhe ditë të Dhe i vishet. shkon dhe ditë vishet. Dhe e ka thyer atë tabune të veshurit, veshjet të martenitetit Dhe pra, si quhen. Mund të mbulosh barkun gjithkohë ose kështu Ton gjë. pastaj kur e shtatzën me një vajzë, nuk kena i nur aq të madh. Apo ja, si është? Po, thonë që Djalit vajzat e jep marrin nur, nurin më thonë. shumë, Jep djem nur. të japin nurin. Po, gjithsesi. Dukoj që nuk vlen për Jo, javën nuk kjo vlen, është jo. ideja. Rihanna ka qenë dhe do Sepse duket që është shumë e qetë. Tani ja ka dhe jetën në vi, Rihanna, njërë... E ashtu themi ne se i bëhen kollaj llogarit tjetrit, pa ajo e di çesh. Po, tash ajo vetëm gjeneron lek, është në rregull. Është një nga artistet më të pasura në industrinë e muzikës. Kalojmë tek scrolling tjetër, se po fillua me pasurinë e Rihannës, do bijem depresion gjithë. Pulla e Pizës po rrezikon të shëmbet? Ja, çfarë thonë ekspertët? Si ka mundësi? Ekspertët kanë treguar së fundmi që kulla e Pizës në fakt është në rrezik për të shëmbur për shkak të strukturës që ka, sepse ato kanë treguar duke qenë se kulla e Pizës ka një qëndrueshmëri pjertas, shanset që të shëmbet me kalimin e kohës është shumë e madhe, sepse nuk ka më qëndrueshmëria, është një arkitekturë shumë e Kam vjetër. dhëna një afat kur mund të shëmbet kur. Punë muaj, thonë. Punë muaj. Nuk e dia është aq e vërtet, mua më vjen shumë keq nëse kjo gjë do ndodhi. Po pra se se kemi pa akoma. Por Ti qenë Romina? Jo, nuk kam qenë. ekspertët po, me sa kanë inspektuar, kanë treguar që brenda muajve të ardhshëm mund të shëmbet. Mund t'i bëj një lloj Sepse rekonstruksioni, është një kam strukturë që përshtypjen. është shumë e paqëndrueshme të rezistoj kohës, edhe kaq ka rezistuar shumë. Besoj që mund të bëjnë diçka për ta mbajtur. Mund ta mbajnë me skela? Duke parë foton, më them që gjithë ata turistë që e kanë mbajtur, si ka mundësi të bjerë më. Po, pra. Gjithë e mbajnë. Gjithë fotot tu e mbajnë. mund ta mbajnë me skela, Të bie në mendoj? fund është të mërshme. Gjëna. Ka inxhinierë që merren me atë punë, kështu që kam përshtypjen të ta sistemoj italianët. Shpresojmë, po, inxhinierët kanë folur për këtë gjë. Tani shpresojmë që t'i gjejnë një zgjidhje, sepse do ishte shumë E sigur që po. Nëse ndodh që shkatrohet, prap do jetë vend turistik, se do thonë ja këtu ishte kulla. Po ta bëjmë kështu Mbaj me mend, hologram. unë kam pas pikturuar shumë përpara dhe mbaj mend që ja kam pas vizatuar kullën e Pizës. Kështu të shtrëmbër e vizatoje po drejt. Të shtërë për sigurisht. Thjesht ato pjesët e kateve kanë qenë pak të vështira sepse janë detaje. Ka shumë detaje, dritije. Na vjen keq, me thënë drejt. Na vjen keq, po dëm s'na bëhet. Ishte në Shqipëri, për shembull, do ta kishin shembull dhe kishin bënë ai super cool aty. Po. Drejt. Interesant. Do i shkonte, po. Dhe në fund fare, katën e fundit do bëni një tip kështu memoriali të Pizës. Po. Dhe një pistë avioni afër dhe një pishinë aty në maj, se meriton kulla jo për gjë. Ne. Hoteli pastaj zyrat. Eci mama. Kalojmë tek një tjetër. A i dinit se në Rusi ekziston një statuj miu në nder të eksperimenteve shkencore që janë bërë mbi ta. Ai, sa cute. Më erdhi shumë keq kur e pash të, po monumenti që vendosur në qytetin Koltsovo, pranë
Novobirskut. Okej, që ka pak emër çuditshëm, Novobirskut. Prapë s'po e them dot mirë. U ngrit në vitin 2004. Ai kujton miqtë e vegjël që janë përdorur në eksperimente dhe hulumtime. Ne dim tashmë që fatkeqësisht janë një ndër kafshët, kavjet që janë përdorur për eksperimente të shkencës, për avancimin e shkencës dhe kështu që po na dhimbsen tani, se kemi menduar ndonjëherë, po. Mijve me thënë drejtën. Mua më ka ardhur shumë keq unë gjithmonë, sepse shumë njerëz i kanë fobi, është krijuar dhe shumë ekime që kemi sot në një farë mënyre, në mënyrë indirekte, i kemi dhe falë tyre. Falminve, po. Kështu që duhet jemi minjohës. Mi laboratorik. Me thënë drejtë, patjetër. Dori që ditë shumë respekt për minjë. Sepse është krijuar, realisht është krijuar edhe një stereotip edhe njerëzit i kanë shumë frikë. Okej, kuptojmë në bazë se për shkak të jetesës që ato kanë, nuk janë të pastër, po, e drejt. Dhe ato plashmet nuk e kanë shumë janë bërë shumë misore. eksperimente interesante me minjt, me thënë drejtë. Por po tash shikosh në filmat vizatimor, janë shumë cute, janë gjithmonë ato personazhet e mira, do jetë gjithmonë një mi keq, po. Ka lezetin e tyre. Në Rusi, kjo statuj është ngritur për nder të minjve. Bravo. Okej, shumë mirë, të paktën ka njerëz që i vlerësojnë. Ta bënim Shqipëri këtë gjë jam e bindur që do talleshin. Nuk dhe merrni shumë seriozisht, mendojmë. Ne jemi tallur me monumente kulturore, jo më me 1000, po. Nëse. Dhe më bën një krahasim me vendin tonë, kur shikoj raste të tilla, nuk e di pse. Do ishte bukur në fakt, kishte edhe këtu, por duke qenë se Shqipëria nuk është vendi realisht që bëhen eksperimente të tilla, pasi janë shtetet e mëdha ato që i bëjnë. E di. Kështu që Rusisë, Amerikës, Kinës, kam përshtypjen që i takon më së shumti. Okej. Ne të paktën e themi si lajm. Patjetër. Shpërndajmë fjalën e mirë. Kemi këtu. Kemi tjetër? Besoj që po. Po, kemi scrolling. Një studim thotë se 53% e misive përfundojnë për shkak të problemeve me parat. Mos kërkoni borxhe njerëz se nga borxhet, vetëm nga borxhet, po nga problemet financiare. Kjo është një ndër arsyet të paktën që thuaj, sepse hulumtimet kanë treguar gjithashtu që 71% kanë huazuar parat tek miqt për të paguar qërat, problemet që mund kanë pasur. Dhe se kanë kthy më kurrë. Dhe kanë sjell tensione këtë gjës, këto gjëra, sepse nëse është dikush që kërkosh më shpesh para borxh, sigurisht ti nuk e do më atë në shoqërinë tënde. Paktën, se mos kur nuk ja kthen lekët. Kur nuk i kthem po. Aty kthehet në pikë problemi, sa kështu do gjendeni me për njëri tjetrin jemi. Apo jo. Myllin telefonin, kemi 10.000 lekë, me pushime. E di kush më e bukur. Ta japim ti thjesht mos e bëj rrugë. Më bukur. E vuri limitin. Se këtu është problemi. E bukur është kur shef të që mund t'i kesh dhënë, jo, unë personalisht, por njerëz ndryshëm, për shembull, që mund t'i japin dikujt borxh, një miku, një shoku, një personi, dhe i shef me pushime pastaj këto. Këto është problemi. Jo, fun plot. Po s'flas dot. S'kam çfarë bëj. Se nuk të vjen plasja, nuk të vjen natë kur ti ke dhënë borxh dikujt e shikojnë që përshfrytëzon mbas atë lekun tënd. Po. Por diçka për çfarë? Në rast se ta ka thënë, jo. Në rast se ka thënë që më duhet të pushime. Nuk të kërkon njëri lek borxh për qef tiri. Nëse ti e takon rastësisht, ai të thotë, vjen në sikletë dhe thotë që mua më ftuan atje dhe nuk është spagova gjë për zotin se unë jam shumë keq dhe nuk i kisha me lekët e mia. Nëse këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me njerëz që marrin para borxh, këtu kemi të bëjmë me mashtrues, kështu që ndryshojnë çik situata. Ndryshoni misi. Po. Okej, kalojmë tek një tjetër scrolling. Duhet kemi. Po kemi, si s'kemi scrolling. Një uni me 3 shenjat më xheloze të zodiakut. Akrepi? Po. Akrepi është e para. Si mund të mos jetë? I njohur për intensitetin e tij emocional, akrepi shpesh konkuron në heshtje. Kur ndjen se është e kaluar, mund të mbajë mëri dhe të tërhiqet nga të tjerët. Shenja e dytë është luani. Luanët kanë nevojë të madhe për vëmendje, siç dihet tashmë, dhe ta admirohen. Kur këto nevoja nuk plotësohen, ndjenja xhelozisë bëhet më e fortë tek luanët. Ata shpesh në vlerësojnë ata që i sfidojnë në pozicionin e tyre, sidomos në rolin e udhëheqës. Është jam me shumë ego. Po, kështu që gjetë drejtën. Në Bricjap? Jo. Dem? Virgjëresha. Virgjëresha, s'ka gjë, ne kena ascendent, kështu që edhe mund të lidhemi. Virgjëreshat përjetojnë xhelozi përmes nevojës së tyre për përsosmërinë. Krahasimet e vazhdueshme me të tjerët shpesh i bëjnë të ndihen konkurrues ose të zhgënjur. Ata përdorin kritika të ashpra ndaj vetes dhe të tjerëve për të fshehur pasiguritë që kanë. Horoskopi sugjeron Virgjëreshës të pranojë ritmin e saj personal dhe të shmang krahasimet e panevojshme. Pra, mos e krahasoni vetëm me të tjerët, sepse secili ka veçantitë e tij.
Më surprizoi Virgjëresha se Luanin edhe Akrepin e Prishta se janë me ego të lartë. Si akmarrë, se sa si gjelos, por Luanet po, ka Ti e një nje ego. pa Akrepin si akmarë? Si shenjë. Si shenjë. Jo ty, jo ty. Po ti nuk je. Do unë ta kam thënë që ti nuk gjanë fare si akrep, se ti je shumë i butë për shenjën Nëse akrepit. thuaj Ja, kisha, ai nuk është i i diet. fshet. Ashtu, e? Kush e di ç'plan është thurë në Si kohë. ore hakmarës tani? Më të temi atë që është. Karakterizo pra si hakmarës, në Po sensin e njerës kam që... pas arsye unë marr hak. Deri më sot. Po nuk ka lidhje vetëm në partneritet, ka lidhje edhe në shoqëri, në njerëz, pra nuk ke një Ka pas kam pas rastin. në shoqëri. Deri më sot s'është kam Po pas. sepse as ti vetë nuk, sepse ti je njeriu karakterisht që nuk merresh me njeriu. Nëse ke një situatë, përpiqesh të mos ta zgjasësh. Po pra, po hak marrë është gjë tjetër. Romina su shkrit. Tani, nëse ty Romina Jeni të bën shumë keq, lezetshëm kur nëse filloni ty Romina të bën nxjeni. keq, ti nuk i bën keq mbrapsht Rominës. Thua shumë ti stepesh, ti thjesht ikën dhe e ignoron, pra nuk Po, ka këmerresh po, dhe ja më bëj thuaj dhe një unë atë që më bëri Romina. Një rast për shkak. Unë deri më tani nuk di asnjëra. Atëherë po them. Po s'ma ke thënë, është problemi jot, po se është problemi. Jo, më ti duhet dish një rast që do të krahasim. Ej, të dalun po Okej, ashtu. po, ha, jep. Po Vazhdojmë them se- si është shenja e akrepit dhe po them si je ti, jo të gjithë përshtaten. Unë nuk jam 100% pritësiak, se unë jam shumë emocionale për pritësiak. Qartë, ajo që po mundohemi të them. Aty lëm vetëm, po. Ajo që po mundohem të them është që unë nuk kam pas arsye ta kmerrem, ndaj ti nuk e ke pak të anën time, kështu që nuk është se jam, Ore, jo. po nuk ju tha horoskopi sot për sherr, ju tha dje. Ka mundësi Sot ishit mirë. Romina, lërë tjetër, fare. scrollin tjetër. Eci. Kam përshtypjen që e kemi mbyllur me scrolling, s'kemi më, kjo është e fundit, kështu që... E kemi mbyllur. E kemi mbyllur, kështu që... Ta zbuslim pak me muzikë tani. Se shumë atencionuam tani. Unë jam ende kurioze se kush ishte ajo kënga e djeshme, sepse pash komentet që nuk Jo, ishin ti ke rënë kurioze, dakord ti për këngën e djeshme. Jo, e di pse, sepse ndryshe nga herët e tjera që e kanë gjetur, këtë herë kishte disa opsione. Dhe unë nuk e di ende, nuk e di se kush është e sakta. Thuaj pak alternativat, Ja, Romina. ta shohim kush ishte. Se Po. mundet... Francesca Radi humbaj pranverën. Po. Ajo është. Ajo është? Se cilat ishin sugjerimet e tjera? Për se ishte një tjetër në TikTok. Ishte edhe një këngë tjetër. Nuk pa i gjej do. Se tiri tha, do e gjenë kollaj, po e shikon që Humba ngatrohen? pranverën, ajo ishte. Ajo ishte. Erda, Okej, luaja. erda, mos ma mbyll derën, pritëm. Okej. Ama. Erda, mos ma mbyll derën, pritëm, humba pranverën, djalin e vajtën, e nënën time do të mbyll me malë. Si është Do t'i teksti? puth me Po, malë. do t'i puth me malë. Shumë e bukur, por komenti tjetër ishte edhe për zjerm. E ka ngatruar me zjermin e shkollës elektronike. Nis po. Shiko? Gjajnë pak, po ka gjajnë drejt. pak, po. po. O, du ta këndojmë të hënën këtë. Po, pa tjetër me shumë qef. Qa kemi për sot? Sot kemi turli me merim dhe me mish nga Lira. Mish Vici. Po, vazhdove mos t'i mbash mend turli do ta bësh vërtet. Jepi. Kënga parë. Vini ju plot zjarë, këngët e rinis, Sa shpejt e gjetem. historia, Si quhet kënga? Kush e këndon një herë? Luan. Luan Shegu? Luan Shegu, bravo. Brëmi. Po si quhet kënga? Një sekondë regjia, mos ta. Këngët e rinis, ore? Kënga të rinis, okej. Bravo, Romina. Sa e Ma shpejt. në fund. Bravo. E po luaj pak më gjatë, se na ka marrë madhe. Bravo, Romina. Luaj pak më gjatë. Bravo. Vini o plot zjarë. Vini, okej. Vini o plot zjarë. Këngët e rinis. Këngët të rinis, historia së e flet, dhe më flisni ju për atë rini, rritur në këtë tokë, rritur në stuhi, hapi saj që ndonë, në zdo skaj, pranë gjithmonë të mbaj, Shqipëri, ojde fjeri, si zojsh të Shqipës kur fluturojnë, për herë të parë. Lartë në qiell. Bravo, bravo. Bravo, shumë e bukur. Kënga tjetër? Kënga tjetër është Më duket se këtë tjetër në ta gjeta. Se parë. po e luan të shparë.
Po. Se isha ka dyshuese unë në këtë. Po se them fillim po ku ka se ti është Më Shqipëri. thash, okej. Mund ta këndoj. Ej, fort po shndrita I dirë, na mi qon la. Do të shma për Nga ky djeri kosime, zdrishin shekujt në agime, e na ganti shqiptarit jam. Flakëron, po ku ka si tjo Shqipëri. Që këndoj, Romina? Ta shinjoni nga ne të që ka kapime dhe... Si zështë e Shqipës lartë fluturon? Kjo të tjene, kjo është? Për herë të parë lartë në shqip? Apo jo? Jo, është direkt refreni. O, ku ka... Jo, ku ka si ti o Shqipëria ime, moj fisnikja për bigu. Rjell në këngë e liqërime, valë larta me flamu. Bravo! Dhe këngën e fundit për publikun. Hajde. Do bëjmë sikur s'do e gjej. Gati. Gati. Ta se e nisë. Po. Nuk më rrihet pa e thënë. Shumë e bukur. Nga të preferuaret e mia. Ka të bëj me det. E më mirë bo, ka që se kuptuam që ishte. Se I dhe vjen melodike me pishkullim. Jej. Super, e mirë. S'ka që se Shpresojmë ta gjeni. Më pëlqen, më pëlqen. Po. Okej, mbyllëm edhe me këngën. I knaqëm të Itës? Po, po. Këngën e E fundit, shijuam jam e vetë të bindur. paktën. Jam e bindur që publiku këngën e fundit e gjej më njerë që me melodinë e parë. Po, Dhe kjo ishte pjesa e parë e programit për të kaluar bëhemi në gati. pjesën e dytë, sepse do flasim për tmerrin tim. Sa të shkojmë në reklama, unë them Ati të kjo mos përgatisim veten që do të shpojmë me zhilpërat. Unë po do ikem. përgatisesh ti, do përgatisesh ti. Dhe ti që të shkeme të krisën, po e falim. Ika, ju pafshim, kalofshim mirë, së kënaqësi, se unë Reklama. Publicitet.